Mjeku çudit botë, ja kush duhet të pijë kafe dhe sa duhet të pini sipas moshës. Shqiptarët janë konsumatorë të mëdhenj të kafes dhe këtë e tregojnë të dhënat e importit të produktit të çmuar. Ndërkohë, të dhënat e Institutit të Statistikave tregojnë se një shqiptar tashmë konsumon mesatarisht 3,1 kg kafe në vit. Kafeja zakonisht pihet në vaktin e parë të ditës, siç është mëngjesi. Ky është një rregull i përgjithshëm dhe i pashkruar. Ka shumë konsumatorë që pinë kafen me stomakun bosh, gjë që sipas ekspertëve është vërtet një gabim i madh. Të dhëna shkencore tregojnë se pirja e një filxhan kafe me stomakun bosh i shkakton organizmit një dëm të konsiderueshëm. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kur stomaku është bosh, kafeja çliron acid hidroklorik që rrugëton në të gjithë sistemin tretës. Ky acid është i papranueshëm dhe agresiv për stomakun. Kafeja është e rëndë për stomakun dhe shkakton vështirësi në tretje. Kur këto të fundit nuk treten dhe shpërbëhen si duhet, të gjithë sistemi i tretës i çelet rruga për probleme të tjera shëndetësore. Këto probleme janë irritimet të mukozës së stomakut, fryrje, inflamacione të zorrëve, madje dhe shtimi i qelizave të dëmshme në aparatin tretës. Për të gjitha këto arsye, ekspertët ngulin këmbë se kafeja nuk duhet të pihet me stomakun bosh. Ata thonë se ngrënia e mëngjesit është shumë e rëndësishme për njeriu dhe organet e trupit. Për më tepër, ekspertët sqarojnë se kafeja në mëngjes me stomakun bosh rrit nivelin e kortizolit me shpejtësi. Më pas, organizmi ka nevojë për më shumë kohë që ta kthejë në gjendje normale. Pirja e kafes përpara mëngjesit rrit nivelin e aciditetit në stomak, duke shkaktuar jo vetëm fryrje, por shpesh edhe të vjedha. Ekspertët thonë se periudha më e mirë për të pirë kafe është përreth 1 orë pas zgjimit. Gjatë kësaj kohe ju duhet të konsumoni ushqime të shëndetshme dhe më pas të dorëzoheni kënaqësisë së kafes. Megjithatë, nëse ju keni nevojë të pini kafe përpara se të hani mëngjes, sigurohuni së paku që të shtoni pak qumësh dhe të shoqëroni me një biskot për të zbutur ndikimet e dëmshme që kafeja ka edhe në shëndetin tuaj të stomakut. Njerëzit që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut duhet të tregojnë kujdes me kafen sepse ajo mund të rrisë riskun e atakut në zemër. Për të arritur në këtë konkluzion, një studim italian analizoi të dhënat e 1200 personave të moshës nga 18 deri në 45 vjeç. Ekspertët tregojnë se persona të cilët vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut nuk duhet të konsumojnë më shumë se 2 filxhan kafe në ditë. Kjo e ndarë në baza të ndryshme ditore. Gjatë shekullit të 17, pirja e kafes u dënoi edhe me humbjen e jetës. Në atë kohë besohej se kishte efekte të ndryshimit të mendjes. Për fat të mirë, tani ne mund ta pijmë kafen aq sa duam, dhe shumëllojshmëria e përbërjeve që gjejmë në treg është vërtet e ndryshme. Por ende ka shumë diskutime rreth asaj sa kafe është e sigurt për gjatë gjithë ditës, por sa filxhan kafe janë të mira për trupin dhe sa janë më të çmuara për të. Por cila është sasia e dur e kafes për shëndetin e zemrës? Një grup shkencëtarësh nga Gjermania kanë zbuluar se kafeina bën që qelizat në enët e gjakut të reagojnë në mënyrë të caktuar, të përmirësojnë në mënyrën e funksionit të këtyre qelizave dhe t'i bëni ato të performojnë si të reja. Studiuesit besojnë se sasia optimale e kafes që na duhet për të mbajtur zemrën më të re për më gjatë është jo më shumë se 4 filxhan kafe në ditë. Sigurisht, nëse keni intolerancë ndaj saj, duhet ta evitoni atë. Konsumatorët e kafes jetojnë më gjatë, citon studimi publikuar në Brightside. Gjatë viteve, studimet kanë vërejtur se konsumi i rregullt i kafes tek personat që e pinë atë kanë më pak të ngjarë të preken nga kushte të ndryshme shëndetësore. Lista përfshin sëmundje të zemrës, goditje në tru, lëndimet, sëmundje të frymëmarrjes, infeksione dhe diabet. Një studim masiv i 400.000 njerëzve në SBA zbuloi se njerëzit që pinë kafe kanë gjithashtu më pak gjasa të preken nga diabeti. Gjithashtu edhe të kenë ndërprerje të shëndetit të tyre. Por mos e teproni me pirjen e kafes. Njerëzit që pinë rregullisht shumë kafe mund të pësojnë disa ndërlikime shëndetësore. Pirja e më shumë se 6 filxhan kafe ekspres çdo ditë mund të rrisë riskun e sëmundjeve në zemër deri në 22% sipas studimit. Nëse jeni duke pirë më shumë se 6 filxhan kafe në ditë, nuk është vetëm kafeina që mund të jetë dëmshme për shëndetin tuaj. Shumë adhurues të kafes ngarkojnë pijen e tyre me sheqer dhe krem, që shtojnë kalori dhe yndyrë, të cilat nga ana tjetër mund të shkaktojnë komplikacione të mundshme shëndetësore.
Është e vërtetë që sasia e duhur e kafes së zezë zvogëlon riskun e diabetit, por duke shtuar ëmbëlsues, krem ose aromatizues mund të rrisni nivelin e sheqerit në gjak. Duhet të keni kujdes që të konsumoni kafe jo më shumë se 3 filxhan në ditë. Sigurisht, nëse merrni medikamente të caktuara përpara se të pini kafe sipas kohës dhe mundësisë, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj. Disa nuk mund të fillojnë në ditën pa pirë një filxhan kafe dhe disa të tjerë mbarojnë gjithmonë të dytën para orës 10. A i dini se kafeja mund të dëmtojë shëndetin tuaj nëse e teproni dhe mund të ketë disa pasoja negative për ju. Sipas Elsajt, në këtë video do të rëndisim dëmet që mund t'i ndodhin shëndetit tuaj nëse pini më shumë se sa kafe trupi i toleron. Teprimi me kafen ju bën të dëgjoni zëra. Sipas një studimi të Universitetit të Melbourne-it, kafeja është një lloj substance psikoaktive. Nëse pini më shumë se 5 filxhan kafe në ditë, mund të dëgjoni zëra që në fakt nuk ekzistojnë. Mund të dëmtojë gjithashtu edhe shëndetin e mëlçisë. Sipas një studimi të kryer nga National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease në Shtetet e Bashkuara, dozat e vogla të kafes ndihmojnë trupin të detoksifikohet, por sasia më e madhe mund të ketë pasoja të kundërta dhe mund të dëmtojë kështu shëndetin tuaj të mëlçisë. Kafeja mund të rrisë trysninë e gjakut. Studimi kryer nga Carnegie Mellon University tregoi se kafeja stimulon rrahjet e shumta të zemrës dhe mund të shkaktojë probleme me frymëmarrjen, duke rritur kështu trysninë e gjakut. Studimi citoi se personat që pinë më shumë kafe se sa trupi i toleron mund të kenë efekte negative në shëndetin e tyre dhe të rrisin ndërveprime negative. Kafeja ju bën nervoz dhe të paarsyeshëm, sidomos kur e teproni me sasinë e konsumuar të saj. Një frymëmarrje jo e mirë mund të pengojë gjithashtu transportimin e oksigjenit në të gjithë trupin tuaj, çka mund të dëmtojë edhe proceset shëndetësore të tij. Nëse jeni një konsumator i rregullt i kafes, duhet të tregojeni të vëmendshëm dhe të kujdesshëm me sasinë që përzgjidhni të saj. Sipas ekspertëve, kafeja nuk duhet të pihet më shumë se 2 deri në 3 filxhan në ditë. Nëse e teproni më shumë se sa kaq, atëherë përgatituni të jeni më shumë nervoz dhe të paarsyeshëm gjatë ditës. Pirja e tepërt e kafes mund të shkaktojë probleme me gjumin. Kafeja mund të paksojë me 6 orë kohën e gjumit dhe duhen 24 orë që substancat të largohen përfundimisht nga sistemi juaj. Mos pini asnjëherë kafe përpara se të shkoni për të fjetur, pasi mund të ndikojë negativisht në këtë proces. Kafeja mund të nxjisë shfaqjen e osteoporozës. Sipas një studimi të Universitetit të Oregonit, kafeina nuk i bën mirë kockave. Për të shmangur këtë rrezik, konsumatorët e kafes duhet të marrin më shumë vitaminën D në dietën e tyre ushqyese. Kafeja mund të nxjisë urinimin më të shpeshtë. Kafeja mund të sjellë probleme me fshikësin e urinës dhe të nxjisë edhe të shkaktojë shpesh urinimin e tepërt. Kafeja e tepërt në dietën tuaj mund të shkaktojë dhimbje koke. Sipas American Heart Association, konsumatorët e mëdhenj të kafes mund të kenë dhimbje koke, ankth, lodhje dhe depresion. Ndaj tregoni të arsyeshëm dhe të kujdesshëm me sasinë e pirjes së saj. Sipas Brightside, personat të cilët konsumojnë kafe duhet të jenë të vëmendshëm me përzgjedhjen e kohës së duhur të saj. Nuk duhet ta pini kafen me stomakun bosh ose të paktën përpara gjumit, pasi keni efekte negative anësore. Ekspertët citojnë se pas moshës 18 vjeçare ju mund të pini 1 deri në 2 filxhan kafe në ditë, por nëse pini pije të tjera me kafeinë, atëherë duhet të reduktoni numrin e kafeve që pini gjatë ditës. Gjithashtu është e rëndësishme që të mos merrni aditiv për fshirjen e kafes duke ëmbëlsuar atë me sheqer ose edhe me krem, pasi përfitimet e saj mund të kthehen në dëme. Ekspertët sugjerojnë që persona të cilët nuk kanë shqetësime për shëndetin e tyre mund të pinë 1 deri në 3 kafe në ditë. Por, nëse nuk i shoqëroni gjithmonë ato me ëmbëlsues ose edhe me sheqerna të ndryshme. Ekspertët citojnë se duhet të mos pini shumë kafe nëse merrni medikamente të caktuara, gjithmonë konsultohuni me mjekun tuaj për të bërë përzgjedhjen e duhur të elementeve ushqyes dhe për të evituar kështu komplikacionet e tyre në organizmin tuaj. Siguroni të përzgjidhni kafen e duhur dhe më të shëndetshme në dietën tuaj të përgjithshme. Vëmendje,
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.